7 marsi përkon me një nga ngjarjet më të rëndësishme për kombin shqiptar dhe për arsimin e kombit shqiptar. Historia e arsimit shqiptar është e lidhur ngushtë me përpjekjet e vazhdueshme për ruajtjen e gjuhës dhe identitetit kombëtar, pavarësisht sundimeve ndër vite, të cilat aso kohë mohuan mësimin shqip dhe zhvillimin e tij. Ndonë se sfidat ishin pranë për herë, dëshira për arsim në gjuhën amtare nuk u shua dhe intelektuale patriotë të shumt punuan për hapjen e shkollave shqipe. Edhe pse në shumë periudha arsimi shqip u kufizua e u ndalua, shqiptarët për herë mbajtën në zemër dëshirën për dije. Moment historik në arsimin shqiptar është hapja e mësonjtores së parë shqipe më 7 mars të vitit 1887, datë kjo e cila lidhet drejt për drejt me shënimin e 7 marsit, ditës së mësuesit në të gjitha trevat shqiptare. Pas hapjes së mësonjtores së parë, arsimi shqip filloi të përhapej gradualisht, ku në vitin 1908 u mbajt kongresi i Manastirit, ku unifikua alfabeti i gjuhës shqipe. Periudha të vështira që veç tjerash në mas të madhe prekën edhe arsimin, i përjetoi Kosova, ku gjatë luftës së fundit edhe pse shkollat u mbyllën, sakrifica e mësimdhënësve mbi zotroi përtej frikës. Ata u mobilizuan në shtëpi, kisha e xhamia, vetëm që gjuha, dija, shpresa e dashuria për arsimin të mos shuheshin kurrë. Ndërkaq sot në të gjitha institucionet arsimore festohet 7 marsi, ku nderohet puna dhe përkushtimi i mësimdhënësve, të cilët kanë rol të madh në edukimin dhe formimin e brezave të rinj. Nxënësit me aktivitete dhe organizime të ndryshme nderojnë simbolikisht mësimdhënësit, duke i falendëruar për dritën edukative që përçojnë tek çdo nxënës që ulet në bankat shkollore.